Përshëndetje nga unë Klodiana, sot do të tregoj si të bëjmë ndrimin e formës nga katror në almond dhe aplikimin e bajabit. Sot në këtë video po punoj me produktet e Lalo Cosmetics UK, është një brand grek që ka ardhur së fundmi në Angli. Unë këtë video e kam bërë para gati 2 muajsh, ndoshta më pak, jo, më pak se 2 muaj, por mbajti goxha mirë, do me thonë, edhe do tregoj edhe infillin, kur e kam bërë në një video tjetër. Pra, si fillim vazhdoj me kthimin e thojt në mat me sandbit, me shpejtësi 3 deri në 4000 rrotullime për minutë dhe pastaj vazhdoj me diamond bit në shpejtësi maksimale. Duhet keni kujdes këtu që të mos krijoni ato ring of fire, pra ato gropat në thua, shpejtësia maksimale dhe ta prekni në thua sa më pak, sepse mos harroni që ne thjesht po pastrojmë lëkurën e vdekur këtu. Mbasi mbarua me diamond bit, do vazhdoj me prerjen e kutikulave, dhe me kutikulat e theksoj gjithmonë, prini vetëm atë çfarë ju pengon juve në thua për të arritur një manikyr perfekt. Mbasi e prem kutikulon, vazhdoj me nail prep, duke fshirë thojnë dhe duke fshirë edhe ndonjë lëkurë që mund të na ketë ngelur ose ndonjë pislok. Pjesë e produktit që kemi lëmuar. Pastaj vazhdoj me bazën, e thajmë bazën 60 sekonda, bëj një slip layer, një shtresë të hollë të bajabit dhe vazhdoj me shtresën më të trashë. Nuk e thajmë, do me thënë, atë shtresën e hollë, nivelojmë thojnë, kur t'jemi kënaqur e pjekim 60 sekonda, e thajmë, se e pjekim na është bërë kështu si ushqim, e thajmë 60 sekonda dhe vazhdojmë me fshirjen, nëse ka nevojë për tu lëmuar, në rastin tim nuk kishte nevojë për tu lëmuar, e lëmojmë, e bathim, bëjmë shtresat e ngjyrës dhe kjo është. Vazhdojmë me kujdes me top coating, duhet të aplikoni sa më mirë, sepse kjo i bën mbyllje në gjithë shkaje, që të nivelohet dhe dali thoj në një shkëlqim perfekt. Mbas top coatit thaj 60 sekonda dhe hidhet vaj kutikulave vetëm tek pjesa e mishit dhe e thojit, që për efekt fotosh mos ju mbasi shkëlqimi. Ky ishte video, uroj t'ju ketë pëlqyer. Mirupafshim.